Edi Rama i ka dalë sot në krah Bashkim Ulajt, i cili u ka zaptuar pronat banorëve të Rjollit, edhe pse atje ka pasur tensione, mosmarrveshje dhe shumë pikpyetje. Rama urreshtua sot krah oligarkut të tij gjatë një takimi në Theth. Rama tentoi të bënte një krahasim me situatës në Theth dhe asaj të Rjollit, duke mashtruar hapur. Rama jo vetëm që i doli në krah Ulajt, por sulmoi edhe banorët, por këtë herë duke gënjur. Pa hajde shihni dosjen e Rjollit. Hajde shiheni dosjen e Rjollit. Pse nuk shkojnë në gjykat ata? Nëse Rjolli është një leje e dhënë nga oligarku në tokën e të tjerëve, të tjerët që kanë tokën mund të çohen dhe ta bllokojnë me një herë në gjykat. Dhe sot, më fal, dhe sot, ose ta çojnë në prokurori. Pse nuk e çojnë në prokurori? Pse nuk e çojnë Rjollin ata në SPAK? Ta çojnë në SPAK. Le ta çojnë dhe le ta provojnë ata që janë pronarët dhe që ndërkohë aty shteti i ka dhënë dikujt tokën e tyre. Jo mor zotni, nuk është kështu, sepse dosja e Rjollit ka të gjithë pronarët brenda, ka të gjithë marrëveshjet e bëra brenda, ka të gjitha shitjet dhe blerjet brenda. Tani është drejta e gjithkujt të thotë që ore shiko, se kjo është prona ime, por duhet të tregoj një copë letër, thotë Rama. Por në fakt kryeministri mashtron ditën për diell. Së pari banorët e Rjollit janë akoma në proces gjyqësor dhe së dyti, ata janë drejtuar SPAK-ut, jo një herë, por disa herë. Në mars të këtij viti, pamfleti ka publikuar një qendrim zyrtar nga SPAK mbi rastin e Rjollit dhe përgjigjja ishte: pas verifikimit të materialeve kallëzuese, këto materiale janë përcjell prokurorisë së Shkodrës si organi kompetent për hetimin e veprave penale përkatëse. Pra SPAK ka larë duart dhe dosjen e dërgoi në Shkodër, ku ende vijon të jetë peng. Për të sqaruar kryeministrin, kompania Gjener 2 disponon dokumente kadastrale për 150 hektar tokë të blerë nga shtetasi Fatmir Shpellzaj, ndërsa banorët e Baks Rjollit pretendojnë se toka është e tyre dhe u është grabitur me dokumente zyrtare false. Ata kanë bërë kallëzim në SPAK për dokumentet false, për bllokimin e punimeve të kompanisë Gjener 2 dhe largimin e forcave policore nga zona deri në zgjidhjen gjyqësore të konfliktit. Shefat e SPAK-ut kanë deklaruar mungesën e kompetencës dhe ja kanë kaluar çështjen për hetim prokurorisë së Shkodrës, kur kallëzimi që kanë bërë banorët ka si akuzë veprat penale të shpërdorimit të detyrës, korrupsionit, falsifikimit të dokumenteve zyrtare e kadastrale, në bashkëpunim dhe përfitimit të paligjshëm të pasurisë. Prokuroria e Shkodrës, përveç dosjes që i ka dërguar SPAK-u si kompetencë lëndore, ka disa kallëzime penale që kanë bërë banorët e Baks Rjollit me të njëjtat akuza. Fakti që kompania Gjener 2 po kryen punime në mbrojtjen e forcave policore me dajak kundër banorëve nuk është barazi ligjore, sidomos pozicioni i policisë në mbështetje të oligarkut Bashkim Ulaj, që është palë në konflikt. Pra faktet janë ndryshe, jo ashtu si kundër deklaron kryeministri.